në listën e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, padyshim një vendim i debatuar brenda kryesisë. Personalisht kam qenë kundër për vetë situatën në cilën ndodhet presidenti i Partisë së Lirisë, pra i izoluar, por vendimarrja e tij padyshim që ne na frymëzoi, ishte një shembull edhe i gjithë persistencës tij të asaj që ai beson. Kemi parasysh që zoti Meta në 2008 ka bërë grevurie për listat e hapura. Dhe absolutisht që vendimarrja e tij edhe në këtë zgjedhje për të qenë në listat hapura, edhe pse i izoluar politikisht, tregon në fakt atë besim shumë të madh që ka pas te kjo kauzë, duke qenë kundër ndryshimeve kushtetuese dhe të dy anshme që ndodhin në 2008 dhe ato dëme që ne i kemi diskutuar që i kanë sjell sistemit kushtetues. Zonja Kryemadhi, ish kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, jo më larg se sa mbrëmë, bëri në një farë mënyre me faj kryesinë e Partisë së Lirisë që e pranoi këtë zgjedhje personale të Ilir Metës, që sipas saj ishte zgjedhje përtej logjikës dhe politike, po duash që kryetari i partisë të dali për më tepër në atë pozitë që është, pa pasur mundësi të bëjë një fushat personale të dalë në listë hapur. Është një vendimarrje, unë më kishit mundësi ju si kryesi e partisë që ta kundërshtoni, thonit o zotëri të takon? Absolutisht jo, ka pas një debat, por vendimarrja e tij që erdhi në minutë fundit dhe duke thënë që respektoni vendimin tim, tregoj në fakt leadershipin e Ilir Metës, i cili absolutisht edhe në 2005 kur themeloi Lëvizjen Socialiste për Integrim nuk e vendosi veten në listë të sigurt proporcional, por shkojnë mazhoritar në qarkun e Beratit. Pra, pavarësisht se ne si kryesi debatuam për vendimarrjen e presidentit, absolutisht që respektuam vendimarrjen e presidentit dhe absolutisht... Si po e bëni ju personalisht fushatën? Personalisht jemi në takime të vazhdueshme në terren, me gjithë qytetarë, unë vi nga një SIA5 tani, nga një takim jashtëzakonshëm i trinjve atje në Irfan Tomini, me cilët kemi parasysh që takimet, unë preferoj të paktën edhe Partia e Lirisë të zhvilloj takimet vogla, ku ne sqarojmë jo vetëm programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, por edhe votën për kandidatin ton, presidentin në Partinë e Lirisë. Kam qenë në Shkodër, kam qenë në gjithë qarkun e Tiranës, së bashku me mua është Edi Blushi, është gjithë struktura drejtuese, kryesia e cila është ndarë në përgjitha degët e qarkut të Tiranës dhe padyshim kontaktet e vazhdueshme me qytetarët, me trinë, me gratë, vajzat dhe me gjithë target grupet, por me çdo qytetar për t'i sqaruar jo vetëm rëndësinë që ka së pari vota për koalicionin, pra ne po bëjmë fushat së pari për koalicionin për Aleancën për Shqipërinë Madhështore, sepse mendojmë që është një domosdoshmëri për vendin rotacioni politik në 11 maj, dhe padyshim që ky rotacion ka një program, ka një ekip dhe ka një mundësi të jashtëzakonshme për të ndërtuar një Shqipëri shumë më të mirë të së nesërmes, që sot fatkeqësisht për gjithë ne që vuajmë ke qeverisjen, që secili prej nesh mund të ketë një të afërm, një person që njeh që mund të jetë në emigracion, sot që flasim, edhe shumë nga gjërat që besoj që do t'i trajtojmë gjëra gjatë. Ju nga cila zovë jeni e nderuar? Atëherë, unë si përgjegjësi politike kam një sinkatë, një si e